Mirë dita, po, normal që jemi gati edhe dihet synimi I vllaznisë, janë 3 pikë, kështu që shkojmë nesër për 3 pikë të radhës. Po besoj se flamurtari ka cilësi, edhe nuk janë me ato, nuk I meritojnë vetëm 2 pikë që kanë, kështu që ne jemi të motivuar jo vetëm me flamurtarin, po si me çdo ndeshje, kështu që jemi tu ikë për 3 pikë të radhës edhe asgjë më tepër. E vlerësojmë flamurtarin se ekip kanë cilësi, po për neve, si thash edhe më herët, është synimi vetëm 3 pikë. Po, si varet cilin ekip e kemi kundërshtar, kështu që do t'i përshtatim pak edhe kundërshtarit ton, po ne e kemi lojën ton, kështu që do shkojmë flamurtar për 3 pikë të radhës, edhe I shoh çunat se janë të motivuar. Nuk kemi pas kohë shumë me festu për ndeshje me Tiranën, kështu që do të me shku nesër për 3 pikë të radhës. Po më I lehtësuar është për 3 pikë që I morëm me Tiranën, kështu që goli është vetëm një çershie mbi tort, po jam I gëzuar se I ndihmova ekipes me një gol. Po, besoj se ishte ndeshja më e mirë prej që ka marrë këtu, po për formacionin e javës nuk di çfarë them. Ka njerëz tjerë që vendosen, kështu që unë jam I fokusuar vetëm te loja. Shpën vazhdimisht që Kaskadi po rritet dhe lojën e tij. Ka që ndeshja ka kaluar më mirë për ju. Kjo është forma më e mirë sportive apo keni akoma për ta testuar? Jo, nuk është kjo forma më e mirë, kështu që do ta jap maksimumin çdo ndeshje dhe shoh edhe vetë se në këtë vit nihem mirë. Çdo ndeshje që luaj më ndihmon. Siç kam thënë në intervistat e kaluara me trajneri, beson shumë mu, edhe jam shumë I lumtur se ka marrë te vllaznia. Po do ketë me siguri edhe ndeshje më të mira se me Tiranën. Në fillim ka qenë diçka e re për mu, po çdo ditë tash edhe një herë, çdo ditë jam ndi mirë e ma mirë në këtë vite, kështu që tash e ndi veten shumë mirë në atë pozicion edhe mund të them se ndihem më mirë si mbrojtës I djathtë apo me sushor I djathtë. Vllaznia para në renditje, flamurtari I fundit, sa ndikon sa pritet, mendon se mund të ndikojë në fushën e lojës? Nuk do ndikoj se siç thash edhe një herë, trajneri është na fol çdo ditë, edhe nuk po na lë me ngrit kokën, kështu që I shoh thash edhe një herë I shoh çunat që jemi të motivuar shumë edhe nuk e meriton flamurtari me qenë atë pozitë ku është, se ka me të vërtet cilësi, kështu që për neve është vetëm një ndeshje e radhës edhe duhet me marrë 3 pikë, pa marrë parasysh se në çfarë pozite janë ata. Shumë eksperiencë në disa ekipe të huaja, si po përjetoni këtë eksperiencë pak tek shqiptar? Diçka e re, po shumë mirë. Shumë mirë, mund të them se jam të undi mirë, u adaptova shumë shpejt, djem kam prit mirë edhe inshallah vetëm me fitore. Po, normal, ka shumë cilësi, kështu që mund të them se 4-5 ekipe nuk kanë shumë dallim njëra me tjetrën, kështu që mund të rrifesh nga çdo ekip, edhe mund të fitosh nga çdo ekip, kështu që mund të them se ka cilësi. Normal që ka presion, po jemi profesionalistë të gjithë, kështu që do të fokusohemi veç brenda fushës edhe mund të themi se jemi një familje e ngushtë edhe nuk ndikohemi shumë nga fjalë që vinë nga jashtë fushës, kështu që atmosfera është shumë e mirë edhe jemi tu fokusu veç në futboll. E di si është euforia, kam gjuajtur gjithçka, po mund të them se deri tash jemi tu jetë shumë mirë. Ju besua penaltia ndaj Tiranës, e shënuat pas të knaqësi dhe sa ndikon në karmën, do të keni tjetër përbesim më parë për të penalti? Po, një herë duhet të them faleminderit Bekimit
se ma lejoj me gjujt penaltin edhe normal, Bekimi është kapiteni jonë, është lideri jonë edhe ai vendos kur do m'ja dhon dikujt penaltis, kështu që ne duhet vetëm me qenë gati edhe me ndihmu ekipes me gole ose asistime. Është gati për Bekimin? Gjithmonë, Është gati për penaltit e tjera? po gjithmonë do jem gati, kështu që ta shohim si do vinë situatat e lojës, po unë njihem mirë. Kishte punë shumë mjeta, skuadra, por nuk ka lëkuar të loja. Është një tregus i mirë që skuadra ka nivel edhe në lojtarë. Po, këtë kemi thonë në fillim se kemi një grup shumë të mirë edhe në çdo pozicion kemi 2-3 lojtarë që janë shumë cilësor. Kështu që gjaja më e mirë është se nuk vret mungesa dikujt. Mund mos luaj nesër pas nesër unë apo dikush tjetër edhe gjithmonë kemi një zgjidhje. Kështu që ky është fati jonë i mirë edhe pse kemi shumë mungesa, na mungojnë këta lojtarë, jemi tu i bë zgjidhje formacionit, kështu që ta shohim nesër si do jetë. Premtoj, nuk mundem me të premtoj se do jap maksimumin edhe pastaj ta shohim si do rrjedh loja. Faleminderit shumë.